Gjatë prezantimit të projekt buxhetit 2026 në Kuvend, kryeministri Edi Rama përjetoi një moment të tensionuar kur deputetët e opozitës i kthyen kurrizin si shenjë proteste ndaj politikave të qeverisë. Rama reagoi me humor duke ironizuar pjesëmarrësit dhe duke theksuar se preferonte shpinën e tyre sesa fytyrën e tyre. Po edhe ta ankoheni për ligjin e të ktheni mua kurrizin sikur nuk shkon më burr. Megjithatë, shumë faleminderit për këtë lehtësim që i bëni fjalimit tim, sepse më mirë shpina se fytyra juaj. Ai u mor gjithashtu me deputetë të veçantë si Flamur Noka, duke përdorur krahasime historike për të ilustruar mendimin e tij. Unë do ta quaja besnik Flamur Noka. Kështu që Niko është jashtëzakonisht larg teje Flamur, as mos e ki merak fare se ty në historinë e Shqipërisë mund të afrohet vetëm Shefqet Peçi, ndërkohë që në historinë e botës je rrot me Lejfenin. Teksa kryeministri fliste, deputetët e opozitës lëshonin ngacmime e akuza për korrupsionin qeveritar. Dua t'i them që po isha në Bruksel, edhe Shqipëria hapi të gjithë kapitujt e negociatave dhe me që më pyete çfarë mendojnë ata për luftën kundër korrupsionit në Shqipëri, po të them që ata mendojnë se si sot korrupsioni nuk është luftuar ndonjëherë në historinë e këtij vendi, sepse po të mos e mendonin këtë, nuk do t'i hapnin kapitujt e negociatave dhe në ndërkohë juve nuk e keni kuptuar akoma që në këtë vend punët janë ndarë. Dhe për sa kohë do vazhdoni të bëni këtu prokurorim popullore, për aq kohë do vazhdoni të jeni aty ku jeni dhe gjithmonë më të kurrur. Gjatë fjalës, Rama ju përgjigj akuzave për korrupsion në lidhje me projektet e inceneratorëve dhe tunelin e Llogaras, duke i cilësuar të egzageruara dhe të paargumentuara. Për sa i përket tunelit Llogaras, dua të them se ai 50 milionshi është si 450 milionshi i inceneratorëve. Natyrisht që sot, pikërisht pse drejtësia është e pavarur, shqiptarët i referohen drejtësisë edhe nuk i referohen atyre që duan të bëjnë prokurorin rrugëve dhe që pastaj kur dalin në rrugë mbeten kashte koqe, siç më thanë se kishin mbetur përpara 2 netësh. Kryeministri prezantoi buxhetin si një angazhim financiar afatmesëm për 1.7 miliard eurosh për të rritur mbështetjen për pensionistët. Për herë të parë, theksoi ai, do të aplikohet indeksimi periodik i pagave për administratën publike në çdo 2 javë, një masë që synon përmirësimin e standardit jetësor të punojësve të shtetit.